Avokat ka pasur një përplasje mes kryeministrit Rama dhe një prej politikanëve që ishte, po themi, protagonist në Brexit në Britanisë së Madhe. Bëhet fjalë për përplasje shifrash se sa të burgosur shqiptar ka në Britaninë e Madhe. Si e keni parë këtë përplasje dhe a fshihet diçka pas kësaj përplasje publike? Zoti Rama do të tregoj që është një protagonist në fushën e ndërkombëtare, po e vërteta është ndryshe. Çfarë do të thotë që Zoti Rama bën një lojë sepse shifrat të cilët Zoti Rama flet për ata të cilët janë të dënuar në Britaninë e Madhe, Zoti Rama e ka bërë me një marrëveshje të 2021-shit ku të gjithë shqiptarët të cilët dënohen në Britaninë e Madhe, prokuroria shqiptare, pra prokuroria e zakonshme, kërkon njohjen e vendimit të tyre dhe transferimin e tyre në Republikën e Shqipërisë. Pra do të thotë je kapur për drogë dhe je pa letra në Angli. Rama me marrëveshje që ka bërë të sjell në Shqipëri. Pra do të thotë kjo gjë ka filluar, vazhdon, do të vazhdojë me kohë. Zoti Rama tregon këtë si një sukses, duke treguar që ne nuk marrim shqiptar dhe nuk i sjellim në Shqipëri, po e vërtetë është që na tregon që i sjell në Shqipëri. Lej çfarë thotë që Britania e keqe don të i marri, sepse Rama ka rënë dakord me britanikët që të vinë shqiptarë të dënuar atje dhe kjo ndodh në procedurat tona penale që ne shkojmë shpeshherë dhe mbrojmë interesat e personave të cilët ndodhen në burgjet e Anglisë, të dënuar me vendim të formës pre dhe bëhet njohja e vendimit dhe transferimi në Shqipëri. Çfarë do të thotë Zoti Rama që anglezët po sjellin shqiptarët dhe ne nuk duam t'i marrim shqiptarët, ku ndërkohë vetë ne si shqiptarë, pra nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë së drejtuar nga Zoti Rama dhe Prokurorisë së Përgjithshme dhe Prokurorisë së Zakonshme, ku ka vendbanimi person që do të transferohet, vjen në Shqipëri dhe vuan dënimin në Republikën e Shqipërisë. Çfarë do të tregoj Zoti Rama tek populli shqiptar, që edhe kësaj të radhe nuk i informon ashtu siç duhet nga pikpamja ligjore, por ai thotë do të thjesht vetëm të qëndrojë në lajmet britanike si kryeministri i cili po bën debat me kundërshtar politik ose me njerëz të cilët kanë një pozitë në Bashkimin Evropian, Amerikë, Kanada, në Angli dhe në vende të tjera. Pra do të thotë qytetarët të duhet të kuptojnë që kjo është një lojë që Zoti Rama bën për interesin e tij për të qëndruar në lajmet e vendit respektiv. Por ama duhet të keni parasysh, kjo është një pasojë e rëndë për shqiptarët, sepse nuk din të vërtetën që Zoti Rama ka rënë dakord që transferojnë shqiptarët e burgosur në Angli në Shqipëri me procedura ashtu siç parashikon Kovenda që ai vetë ka nënshkruar me Britaninë e Madhe. Çdo gjë tjetër është thjesht sa për me e bërë sa më shumë klikime për Zotin Rama dhe konfliktin se duket i fortë ndaj një Brexitit i cili iku nga Bashkimi Evropian. Ky konflikti mes kryeministit Rama dhe anglezëve është një lloj klime ftohtë që mund të ndikojë negativisht në shqiptarët që jetojnë atje. Po ju thash që ndikon nga 2021 në vazhdim, ndikon negativisht sepse shqiptarët që kapen, arrestohen atje dhe dënohen dhe madje dhe pa ditur edhe gjuhën dënohen ata individ, vinë në Shqipëri dhe normalisht përveç kësaj duhet të keni parasysh që ku një politikan i huaj godet ose bën konflikt me një politikan të atij vendi, normalisht që edhe vetë institucionet shtetërore do të mbrojnë politikanën e tyre dhe nuk do të bien viktim të një politikani i cili nuk informon mirë qytetarët shqiptar. Pra do të thotë që unë jam i bindur që në çdo vend që ka shkuar Rama nuk e ka bërë mirë qytetarëve që jetojnë atje. Si ato me letra, si ato pa letra. Sepse ai që është me letra përsëri do bëjë të njëjtën procedurë në vendin që do pajiset me lejë qëndrimi. Si ai që është pa letra, ai që është pa letra nuk do të bëjnë letra sepse thënë më mirë shko te Rama atje ku je, sepse ai të bëj me bukë dhe të maj me bukë dhe sepse të vish tek mua. Pra është shumë fjalë popullore kjo dhe kështu duhet t'ia themi qytetarëve ta kuptojnë të vërtetën. Pra çdo konflikt që Rama bën me Greqinë, me Italinë, tani se ka me Meloni, po kur vjen dikush tjetër për ikën Meloni, normalisht çdo konflikt do ta bëj për interesin e tij që të duket i fortë tek shqiptarët që jetojnë atje, por në vërtet ai nuk i bën ndihmë shqiptarëve atje kur konfliktohet me politikanë, sepse
politikanët e atje normojnë ligje për shqiptarët atje. Dhe normalisht që ai që do të hajë faturën është ai që është socialisti që tërbohet për Edi Ramën, që vjen edhe thyer, shpërthen në Itali, në Greqi dhe në Angli, dhe në fund fare ai që do ta paguajë gjithë atë faturë është shqiptar që jeton atje. Pra, do të thotë që këto strategji ose këto plane që bën zoti Rama nuk i livërzin shqiptarëve që janë atje. Pra, nuk do ndryshoj polici që rrifte shqiptarin mes rrugës do ndryshoj sepse erdhi Rama foli. Madje polici, duke dëgjuar edhe Ramën, mund ta rrafë më shumë shqiptarin që jeton atje, sepse ka inat që vjen një politikan edhe mendon sikur do të bëj ligj tek vendi vet. Është çështje njerëzore. Pra, nuk ka nevojë të kesh disiplinë ligjore. Rama sa më shumë i jep inkurajim institucioneve të atij vendi të marrin masa më ekstreme kundër shqiptarëve në botë. Dhe e di pse nuk e kuptojmë ne këtë, sepse nuk kemi ne ata të cilët aplikojnë për leje qëndrimi. E janë ata që gëzohen që Rama bën këtë debat dhe janë ata të cilët duhet të gëzojnë që Rama për shkak të këtij debatit ata do të marrin kostën më të mëdha duke paguar dhe duke vendosur kriteret më të mëdha që ata mos të rimarrin ose mos të bëjnë lejen e qëndrimit të tyre. Nuk flas për ata që kanë marrë shtetësinë, por flas për ata që janë me leje qëndrimi dhe janë shumë. Pra do të thotë unë bëj apel emigrantëve tanë diasporës tanë jashtë shtetit, mos të kënaqet me këto recitime, sepse pasojat do të jenë ndaj tyre. Dhe ligjvënësi shqiptar normon ligjet në Shqipëri, ligjvënësi vendeve të tyre atje ku ata jetojnë dhe banojnë. Pra, do të mësojmë të bëjmë dallimin dhe krahasimin midis ligjvënësve dhe politikanëve në botë, sepse ai për shembull që bën debat Rama, bën Rama sepse Rama do të fitojë diçka. Çfarë? Po nuk e thon asnjëherë se mbaj sekret. Por çfarë konkretisht do të fitojë qytetari thjesht? Të ketë punësimin atje dhe atë që unë nuk e kuptoj, të them vërtetën në këto zgjedhje, që se kuptova fare, nga qytetarët tanë që jetojnë jashtë shtetit, votuan Partinë Socialiste, po nuk e kuptova, po derisa jeni të kënaqur për Partinë Socialiste, ju që keni votuar Partinë Socialiste, pse qëndroni atje dhe duke u diskriminuar dhe duke u vendosur Rama në një pozitë kaq shumë vështirë në vendin e aty ku jetoni. Pra do të thotë që nuk ka mundësi që ju të votoni Partinë Socialiste atje, dhe të jetoni atje dhe mos të vini këtu derisa jeni të kënaqur që votoni Partinë Socialiste, të vini në Shqipëri dhe të jetojmë të gjithë mirë të bashkë me këtë drejtësi e demokraci që kanë të avuani edhe ju këtu që kemi dhe ne. Pra do të thotë, unë këtë gjë nuk e kuptoj, edhe nuk e kuptova në këtë zgjedhje. Po gjithsesi mund të kem gabim, por besoj se s'kam gabim. Prandaj mos bini pre të lojës së zotit Rama në raport të ndërkombëtarët.